Sonte, Eliona, konkurrentja e njohur e Big Brother VP, përballet me një situatë të papritur dhe të pakëndshme që ka shqetësuar ndjekësit e saj. Llogaria e saj në Instagram është bllokuar, duke e lënë paqasje në profilin e saj për herë të parë. Ky incident ka shkaktuar një valë të madhe reagimesh në rrjetet sociale, teksa fansa dhe ndjekësit e saj po përpiqen të kuptojnë se çfarë ka ndodhur dhe kur do të mund të rikthehet në platformën e njohur. Ky është një moment i ri dhe i vështirë për Elionën, e cila gjatë qëndrimit të saj në Big Brother VP ka ndërtuar një lidhje të fortë me ndjekësit e saj. Llogaria e saj në Instagram nuk është thjesht një platformë sociale, por një hapësirë ku ajo ndan përditësimet, emocionet dhe momentet më të veçanta nga jeta e saj, duke krijuar një lidhje të drejtpërdrejtë me publikun. Bllokimi i papritur ka lënë jo vetëm të zhgënjur fansat, por ka krijuar edhe një ndjenjë ankthi tek vetë konkurrentja, e cila është e vetëdijshme për rëndësinë e prezencës së saj në rrjetet sociale. Menjëherë pas lajmit, rrjetet sociale u mbushën me reagime nga ndjekësit, të cilët shprehen shqetësimin e tyre për situatën. Disa kanë shkruar mesazhe mbështetëse dhe inkurajuese, duke i treguar Elionës se nuk janë vetëm dhe se e presin rikthimin e saj sa më shpejt. Eli, mos u shqetëso, ne jemi me ty, sistemi gaboi, ti je fort dhe do ta rikuperosh gjithçka shumë shpejt. Ishin disa nga komentet më të zakonshme që kanë qarkulluar. Të tjerë ndjekës kanë nisur të bëjnë spekulime mbi arsyet e mundshme të bllokimit. Disa mendojnë se mund të jetë një problem teknik i Instagramit, ndërsa të tjerë spekulojnë mbi mundësinë e një raportimi të gabuar nga ndonjë përdorues. Pa marrë një konfirmim zyrtar, fansat janë të ndarë me shqetësimit dhe shpresës se situata do të zgjidhet shpejt. Përveç ndikimit emocional tek Eliona dhe ndjekësit e saj, bllokimi i llogarisë ka edhe pasoja praktike. Konkurrentja nuk ka mundur të ndajë me publikun momentet e fundit nga jeta e përditshme brenda shtëpisë së Big Brother, foto dhe video nga aktivitetet e saj, apo mesazhe personale që ajo zakonisht u dërgon fansave. Ky mungesë komunikimi ka bërë që fansat të ndihen të izoluar nga aktivitetet e saj dhe të kërkojnë me ngulm rikthimin e llogarisë. Ndërkohë, reagimi i komunitetit online ka qenë i menjëhershëm dhe masiv. Disa prej fansave më të devotshëm kanë krijuar peticione virtuale dhe kanë nisur fushata në rrjetet sociale për të kërkuar rikthimin e profilit të Elionës. Hashtaget si Bring Eli Back dhe Eli Strong kanë filluar të qarkullojnë, duke mbushur Twitter, Instagram dhe TikTok me mesazhe mbështetëse. Shumë prej tyre kanë publikuar foto dhe video ku shprehin dashurinë dhe mbështetjen për konkurrenten, duke treguar se komuniteti i saj është mjaft i organizuar dhe i bashkuar përballë një situate të tillë. Edhe mediat shqiptare kanë filluar të raportojnë për bllokimin e llogarisë së Elionës, duke e bërë situatën më të dukshme për publikun. Shumë portale kanë intervistuar ekspertë të rrjeteve sociale për të kuptuar arsyet më të zakonshme të bllokimeve dhe mënyrat se si mund të rikuperohet një llogari e bllokuar. Kjo ka rritur edhe më shumë vëmendjen rreth çështjes, duke e kthyer në një nga temat më të diskutuara të ditës. Pavarësisht shqetësimit dhe pasigurisë që situata mund të shkaktojë, mbështetja e ndjekësve është e qartë dhe e fortë. Fansat e saj presin me padurim që Eliona të rikthehet në Instagram dhe të vazhdojë të ndajë momentet e saj me publikun, duke treguar jo vetëm përvojat brenda shtëpisë së Big Brother, por edhe emocione dhe reflektimet personale që e bëjnë atë kaq të afërt me komunitetin e saj. Në fund, kjo situatë, edhe pse shqetësuese për momentin, duket se ka bashkuar më shumë se kur fansat dhe ndjekësit e Elionës, të cilët tregojnë se përtej një llogarie online, lidhja e krijuar mes tyre dhe konkurrentes është e fortë dhe nuk mund të thyhet lehtë nga asnjë problem teknik apo bllokim i papritur. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.